3 zjarfikës kanë humbur jetën në Greqi gjatë përpjekjeve për të vënë në kontroll zjarret masive që kanë përfshirë këtë vend. 2 prej viktimave ishin pjesë të forcave zjarfikse në Kret të moshave 25 dhe 58 vjeç. Ata humbën jetën gjatë operacionit për shuarjen e flakëve në një zonë të izoluar, pasi u rrethuan nga zjarri dhe nuk arritën të shpëtonin. Më vonë policia gjeti automjetin e tyre tërësisht të djegur. 2 kolegë të tjerë mbetën të plagosur rënd, por ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Viktima e tretë u regjistrua në Pelopones, në zonën e Gjithios. Shefi 30 vjeçar i zyrës rajonale të zjarfiksve në Lakoni ndroi jetën pas një ataku kardiak që sipas autoriteteve u shkaktua nga lodhja dhe sforcimi ekstrem gjatë operacionit për shuarjen e flakëve. Zjarri në këtë zonë ka vijuar prej më shumë se 24 orësh, duke djegur qindra hektar sipërfaqe. Ndërkohë betejë me zjarret vazhdon në disa rajone të Greqisë. Qindra zjarfikës të mbështetur edhe nga vullnetar po punojnë pa ndërprerje për izolimin e vatrave, ndërsa temperaturat pranë 40 gradë Celsius dhe erat e forta po vështirësojnë ndjeshëm operacionet e shuarjes.